Klubi i basketbollit Vllaznimi, pas përfundimit të bashkëpunimit me trajnerin Jeroni Mosharin, ka zhvilluar seancën e parë stërvitore në drejtimin e trajnerit të ri, Rajko Krivokapić, i cili është emëruar dje. Kryetari i klubit, Ida Albakia, tha se këto ditë kanë ndodhur zhvillime të rëndësishme në klub dhe se qëllimi kryesor është konsolidimi i ekipit. Në mbledhjen e fundit që kemi pas në bordi dhe kryesia kemi vendosur që me ndru trajnerin, gjithmonë duke pas parasysh që na vjen një ndrim në atmosferë pak edhe me jap pak më shumë pozitivitet skuadrës, ndoshta pak ndrimi i energjisë, sepse ne besojmë te lojtarët që janë këtu që mundën me performu pak më mirë edhe me pas një rezultat pak më të mirë si klub. Trajneri i ri kemi pas referenca të mira për të që sjell energji të re pozitive. Sipas Bakis, Vllaznimi nesër do të luajë në palestrën Shaninushi kundër klubit të basketbollit Bashkimi. Ai shtoi se atmosfera në ekip është e mirë, por të gjithë janë të vetëdijshëm se i presin ndeshje të vështira gjatë javëve në vazhdim. Nesër në orën 18:45 kemi ndeshjen me Bashkimin në sallën tonë, por do të kemi edhe 2 ndeshje të tjera shtu në Shaninush, kështu që për 7 ditë na presin diku 3 ndeshje brenda në Shaninush në Gjakov. Bakia shtoi se pret nga kjo ndeshje dhe ato në vijim që ekipi të arrijë rezultate pozitive. Besoj që do të kemi disa paraqitje të mira të ekipit, e dihet që këto kundërshtar që i kemi përballë janë tepër cilësor, po Vllaznimi besoj që ka më tregu ndeshje të mira. Aktualisht Vllaznimi rënditet në vendin e parafundit në Superligën e Kosovës në basketboll, me 7 humbje dhe vetëm 1 fitore pas 8 ndeshjeve.